E prishin këtë rezultat? Jo këtë distancë, nuk mendoja se do ta kalonte 80 mandate Partia Socialiste, mendoja që do mbetej ke 78-79. Por isha i bindur që të paktën 75 mandate Partia Socialiste i kishte të sigurta dhe Partia Demokratike mendoja midis 45 dhe 54 sepse vetë sistemi, domethënë hak kanë 75 dhe 45. Pjesa tjetër është kyll nga pjesëtimi i votave të shkuara dëm, që janë vota për partit vogla, por që nuk prodhojnë mandat. Dhe këto pastaj ndahen proporcionalisht sipas aksidentit të numrit votave që kanë në qarqe të caktuara. Kështu që në llogari kam qenë i qartë, por ajo që kisha bindje të thellë është që nga momenti kur Berisha vendosi të kthehej, të merrte drejtimin e partisë, çdo gjë ishte e qartë. Partia Demokratike nuk mund të ishte më alternativë, qoftë edhe për faktin e thjeshtë që e shkuara nuk mund të bëhet e ardhme. Shqiptarët ja kanë konsumuar dhe atë shprehjen e famshme Berishës, më bëj edhe një herë nuse se disi nuseroj. Për 2 herë bëhet ajo, nuk bëhet 3 herë nuse tjetri. Ishte konsumuar gjithçka. Berisha humbi si kryeministër në 2013 dhe nuk mundet të 12 vjet më mbrapa të kthej përsëri në pushtet. Shto pasaj që smundjet që ishin reflektuar gjatë në Partinë Demokratike dhe që ajo më kryesorja, kryetarokracia, modelin e kishte ke Berisha. Për që është parti e kryetarit. Dhe Basha ishte një kopje e Berishës, diçka më e zvet, por kopje e Berishës në gjithë sistemin e tij të drejtimit të partisë. Kështu që rikthimi tek kryetarokracia origjinale, burimore, le të themi, bio, ishte e padiskutueshme që do ta dëmtonte partisë siç edhe dëmtoi. Do të marrin edhe shifrat, se dëgjova Frogertin që i bëri disa referenca numrash. Partia Demokratike me aleatët e vet tradicionale në 2021 ka marrë 622.000 vota. Sot me gjithë LSI-n brenda, që kishte 108.000 vota në 2021, sot nuk arrin dot as 520.000. Pra ka 100.000 vota më pak se ç'kishte vet, jo më plus LSI-n apo dhe partitë tjera që janë futur brenda. Kjo tregon që konsumi i shqiptar 2005-2009 me arritje të dukshme, të prekshme për qytetarët, Partia Socialiste e Tiranës mori gati 1% më shumë se Partia Demokratike e Sali Berishës. Treni i partizave të vogla që na ishin ngjitur ne, siç ngjiten mizat mbas mjaltit të pushtetit, me drejtorime në një çiklet, ishin 16 parti në koalicionin tonë, se nuk e kujtojnë njerëzit këtë gjë. Bëri që në fund ne të dilnim 20.000 vota më shumë. Çfarë i bie 2 mandate, por pjesëtimi na favorizoi dhe ne morëm 4 mandate më shumë. Përçarja e majtës pati efektin e vet dhe ne qeverisëm me LSI-n në 2009-2013. Pra dhe atëherë kemi humbur dhe Berisha dhe atëherë ka humbur. Pse ka humbur në kulmin e suksesit? Sepse është çështje modeli politik. Një model politik i vjetruar, një model politik i kapërcyer tek e cila shqiptarët nuk mund të ktheheshin më. U kthyen vetëm demokrat në forume demokrate, jo demokrat, të dëshpëruar, të cilët akoma vazhdojnë besojnë mitet e Berishës si politikan i Zoti. Natyrisht politikan i Zotit për ato intrigat e politikës dhe për të tërhequr zvarr politikën. Por unë nuk i gjej, them mbrapsht në histori, asnjë vendim të natyrës strategjike që t'i ketë funksionuar Berishës. Fakti që e mori Partinë Demokratike në 91-shin si një lëvizje mozaik që kishte brenda gjithçka, dhe mas një viti e gjysmë e shndroi në një parti personale, dhe shumë më keq atëherë mbas 95-s kur i fundit ishte edhe selami nga ata që ishin tek fillestarët, ai moment e mbrapa e kemi folur dhe herë tjera bashkë. Partia Demokratike ka qenë një martesë e vështirë midis Berishës dhe militantëve berishistë dhe asaj pjese që vazhdonte të kishte inerci, që ishte një pjesë njerëzish të lirë, mendje hapur, po që zgjidhjen e shihnin ke djathtë. Sa herë Berisha e lironte që i lëshonte pe balonës dhe afroheshin më shumë ky lloj profili politik, siç ndodhi në 2005, partia forcoi. Ndodhi në 2013-15. Rezultati më të mirë që nga viti 2009, Partia Demokratike ka 2015, kur shumë nga ne besuan, madje edhe publiku, votuesit, që po krijohet një Parti Demokratike e re me Lulzim Bashën. Kur gradualisht, dhe sidomos gjatë reformës në drejtësi, u kuptua qartë që drejtuesi i partisë nuk ishte Lulzim Basha, sepse ambasadorët dhe ndërmjetësit e reformës
takonin Bashën dhe pastaj shkonin me vrapë zyra Berishës, aty u mor vesh se ky s'është kryetar. Vendimet i merrej tjetri. Kur u shkarkua e dalimi, sepse nuk tha të i duhet thoshte dhe u vendos dikush tjetër, u kuptua se çfarë ishte Partia Demokratike. Nga ai moment në mbrapa ka vetëm pikjat. E qartë. Fatbar, a është o gurzes deklarata e Berishës që tha unë e nisa, unë e bitisa, do me thënë PD-ja do shkoj në varr bashkë me mua? Po të përdor me cinizëm shprehjen e dikujt tjetër, që në vazhdim të kësaj deklarate ishte, dhe unë nuk e kam me Berishën këtë rast, e kam me ata që i shërbyen Berishës, duke menduar se po e përdornin Berishën për karrierën e tyre dhe për të ardhmen e tyre. Për karrierën deri diku e kanë përdorur, po për të ardhmen jo. Ata që presin që ik Berisha, të vdes Berisha, politikisht. Kur ta marr zopi, nuk vjen gjë nga goja, harrojnë që mund të vdes më parë PD-ja. Ky është problem edhe më i madh. Dhe ju përmendët caq parë madje edhe me emra. Ata nuk janë njerëz që mund të merrnin rrog diku tjetër. Jo rrog të mirë, por nuk mund merrnin rrog fare. Shumica e tyre janë njerëz që kanë bërë sukses në jetë vetëm duke u qepur politikës. Dhe është një model shumë i keq i të bërit politik. Njerëz që futen politik me dy qëllime të thjeshta. Të bëhen të famshëm, se nuk e ka hedhur njëri, më fal shprehjen, fyrët në lagj, dhe të bëjnë dhe para mundësisht. Këto dy e kanë. Dhe quhen vetëm politikanë. Nuk gjen një artikull nga ata, nuk gjen një frazë politike nga ata. Përveç se përsërisin si papagaj ato çfarë ka thënë Berisha. Kujtoni kur ngrihet tensioni, dëgjojmë ato shprehje tipike, narkoshteti, lul brava, pengu. Mund vjen turp kur i dëgjoj, kur i them. Shiko, si e percepton këto urimet e një mbasnjëshme të kryeministrave të Europës? Më tepër se sa për standardet e zgjedhjeve, mua më lë një përshtypje që, do më thënë, vetëm kjo me këto opozitë s'duam të kemi punë, Lederi Edi Rama. Në është vërtet që e ka përcen Kortezin, sepse ata ndodhen shumë shpejt, 2-3 ditë mas zgjedhjeve, dhe për Kortezi thuhen këto gjëra, aq më tepër që rezultati është me një diferencë shumë të thellë, dhe është gati 60% të vendeve në parlament me 32-33% të vendeve në parlament. Pra është një diferencë gati gjysmë për gjysmë dhe nuk ka asnjë parregullsi që justifikon këtë diferencë. Dhe nga ana tjetër është ajo që thatë ju. Qofse kryeministri i një vendi që ka shpallur non grata, zoti Berisha, Mbretëria e Bashkuar, dhe që ky e sfidoi dhe ligjërisht, e çoi në proces ligjor dhe e humbi procesin ligjor. Avokati vet doli dhe tha, ata më treguan prova. Dhe mbyllet çështja. Pra, kjo administrat, dhe sidomos flasim për administratën britanike që nuk është administrat, është perandorie gati disa qindra vjetësh. Nuk ndryshojnë linjat atje në humore politikanësh. Ata janë të vendosur në qëndrimin e tyre. Nuk e kanë marrë kotat vendim dhe nuk e kanë mbrojtur kotat vendim. Dhe është e gjithë Europa, i gjithë perëndimi, që është refuzues me zotin Berishën. Shkrejtësisht refuzues. Ja kemi rastin e pagesës $6 milion. Po mi për çfarë i duhet paguash $6 milion kur mburesh nëpër tribuna se e ke mik Trumpin dhe miqtë e Trumpit dhe administratën e Trumpit?